Me emër të Allahut, mëshirues dhe përditëtar i madh. Perëndin e falenderon çdo gjë në qiell dhe çdo gjë në tokë. Ai është i plotfuqishëm dhe i gjithdijshëm. Kjo sure quhet ndryshe Surja e Benu Nadirit. Këta ishin një fis i madh jehudësh që jetonin në njërin krah të Medinës në kohën e profetit Asa. Kur Muhamedit Asa e erdhi shpalja dhe emigroi për në Medinë, ata e mohuan dhe e refuzuan atë si profet, ashtu sikur se vepruan edhe shumë fiset e tjera jehudësh. Pasi mbërriti në Medinë profeti Asa, lidhi pakt me të gjitha fiseve e jehudëve që jetonin pranë tij në Medinë. Pas ngjarjes së Bedrit, rreth 6 muaj ose më shumë pas saj, profeti Asa shkoi te fisi i Beni Nadirit dhe bisedoi me ta që ta ndihmonin në lidhje me kompensimin e vrasjes së dy dhujtarëve të fisit Kelabin nga Amr ibn Umayya et Damri. Ata ju përgjigjën pozitivisht kërkesës së profetit Asa, duke thënë: "Po, do ta bëjmë ne, o Ebu Kasim. Mund të ulesh këtu derisa të bëjmë gati atë që kërkon." Atëherë, ata u veçuan me njëri tjetrin dhe shejtani i malkuar filloi të nxiste dhe të zbukuronte një veprim i cili do të ishte dëshpërimi i tyre. Ata meritonin dhe kështu ishte e shkruar për ta, duke planifikuar vrasjen e profetit Asa. Thonë: "Cili nga ju do ta marrë këtë rast kuri të ngjitet mbi mur dhe t'i shtypë kokën me të?" Me faziu i tyre, Amr ibn Gjashi u hodh dhe tha: "E marr unë përsipër ta kryej." Këtu ndërhyn Selam ibn Mishkemi që thotë: "Mos e bëni. Betohem në Allah se atij do t'i përcjellet shumë shpejt ky plan i juaj. Nuk ka dyshim se kjo do të thotë thyerja e paktit që ne kemi bërë me të." Ndërkohë, profetit Asa i zbriti me njëherë shpalja prej Zotit e tij, duke e njoftuar për komplotin e jehudëve. Ai u ngrit me të shpejt prej atij vendi dhe u nis për në Medinë. Pas tij shkuan edhe sahabët, të cilët i thanë: "Ti brofe me të shpejt që andej, kurse ne as nuk e ndjem se si u largove." Dhe profeti Asa u kallëzoi për kurthin e jehudëve. Me pas, profeti Asa u dërgoi një ultimatum Benu Nadirve, ku thuhej: "Largoni nga Medina dhe nuk keni për të jetuar më kurrë aty pra meje. Ju jap afat 10 ditë. Çdo kush që gjendet në të pas këtij afati do të ekzekutohet." Dhe, vërtet, për disa ditë me radhë, ata nisin të përgatiteshin për largimin, por, papritur, munafiku Abdullah ibn Ubejd Seluli u dërgoi atyre një mesazh, ku thoshte: "Mos u largoni nga vendi juaj, sepse me mua janë 2000 luftëtar që do të hyjnë në ndërtesa tuaja dhe janë gati të luftojnë deri në vdekje, së bashku me ju. Në ndihmë do t'ju vinë edhe Benu Kuredhat me aleatët e tyre nga Gatafani." Ky mesazh i dha shpresë udhëheqësit e Benu Nadirve, Uje ibn Atabit, i cili dërgoi fjalë profetit Asa dhe i tha: "Ne nuk kemi për të dalë nga vendet tona. Vepro çfarë të duash." Pasi mori këtë mesazh, profeti Asa dhe shokët e tij thanë: "Allahu Ekber", dhe u nisën drejt tyre. Ishte Ali ibn Ebu Talibi ai që mbante flamurin. Benu Nadirët, në pritje të ndihmës së aleatëve të tyre, rezistuan në fillim, duke mbrojtur muret me shigjeta e gur. Por ndihma e premtuar nuk erdhi. Dhe nuk u rejtha të distancuan, ashtu si Ibn Ubej me aleatët e tij prej Gatafani nuk e mbajtën fjalën. Benu Nadirët qëndruan të rrethuar derisa u dorëzuan, duke kërkuar që të largoheshin nga Medina. Profeti Asa gjykoi që ata të lejoheshin të dilnin së bashku me familjet e tyre, duke marrë me vete aq plaçka, përveç famëve, sa mund të mbanin dhe vetë e tyre. Kështu, profeti Asa mbajti pasurinë që ata lanë dhe armët e tyre. Plashka e luftës e marrë nga Benu Nadirët ishte e veçantë vetëm për profetin Asa, dhe ishte ai që e përcaktoi ndarjen e saj në dobit e muslimanëve. Kjo pasuri nuk i nënshtrua rregullit e zakonshëm të ndarjes së plashkës së luftës, sepse Allahu i lartësuar i adhuroi atë profetit e tij, pa qenë e nevojshme që muslimanët të luftonin me kalorsinë dhe këmbësorinë e tyre. Jehudët u larguan në drejtim të Hajberit me në krye Huje ibn Atabin, ndërsa profeti Asa mori në sundim tokën e tyre. Gjithashtu, ata lanë edhe shumë armatim, si 50 mburoja, 50 përkrenare dhe 340 shpata. Kjo qesh kurtimisht ngjarja me Benu Nadirët, sikurse e kanë përshkruar historianë të ndryshëm. Allahu në madhron me të spi për levdën gjithçka që gjendet në qiell dhe në tokë. Ai është ngallëntari i urtë. Allahu i lartësuar e hap këtë sure duke na bërë të qartë se gjithçka që gjendet në qiell dhe në tokë i bën tesbih atij, duke e falendëruar e lavdëruar, duke e lartësuar atë nga çdo mangësi që nuk i shkon madhështisë së tij, duke adhuruar atë me nënshtrim dhe droj. Allahu është El Aziz, krenari e ngallëntari, i cili ka nështruar gjithçka dhe asgjë nuk është e pamundur për fuqinë e tij. Askush nuk mund të shpëtojë pushtetit dhe sundimit të tij. Allahu është El Hakim, i urtë, si në krijimin e tij, edhe në ligjet e vendosura prej tij. Ai nuk ka krijuar asgjë me kot dhe nuk ka bërë asnjë ligj që të mos jetë me dobi. Të gjitha veprat e Allahut janë bërë me urtësinë e tij. E tillë ishte edhe ndihma që Allahu i lartësuar i dhuroi profetit Asa.
kundër qafirëve të fisit Benu Nadir, kur ata tradhuan duke e shkelur paktin me profetin Asa. Allahu i nxori nga vendi i tyre, të cilin e donin dhe ishin të lidhur aq shumë këtu flitet për ngjarjen e pusit të Anas. Kjo ndodhi në muajin Sefer të vitit të 4 të Hijrit. Shkurtimisht, kjo ngjarje zuri fillë me vizitën e Ebu Bera, Amr ibn Malikut që thiri me nofken. Mulej buljesin e, profeti A.S. e ftoi atë të pranonte Islamin, por ai për momentin nuk pranoi, ndonse nuk u duk ndonjë refuzim i fortë prej tij. Ai i tha profetit A.S. O i dërguari i Allahut, do të ishte mirë sikur te populli i Nexhit të dërgoje shokët e tu, me qëllim që të ftojnë ata në përqafimin e fesë tënde. Unë shpresoj që ata të përgjigjen pozitivisht. Profeti A.S. I ja ktheu, kam frikën nga populli i Nexhit se mos u bën gjatë atyre. Por Ebu Berai i tha, dalu ndërzan për ta. Atëherë, profeti A.S. dërgoi te populli i Nexhit sipas versionit të Ibn Shaku 40 burra, ndërsa në Sahih, unë e Buhariu dhe të Muslimit thuhet se ishe 70 burra sigurisht. Ky variant i fundit është më i saktë. Profeti A.S. i dërgoi ata në komandën e Mundhir ibn Amrit, një nga bijtë e Benu Saides, jashtu quajtur Riel. Monik Liemute. Ata ishin nga më të mirët e muslimanëve për sa i përket ditërisë, moralit dhe fisnikërisë. E kështu nisën marshimin derisa mbërritën te posi Monas. Ky pos ndodhej ndërmjet trojve të fisit Benu Amir dhe krastës së Benu Sulemit. Pasi u vendosën aty, delegacioni i dijetarëve dërgoi Haramim, Melhanin, vëllain e Sulejmit, që t'i paraqiste mesazhin e profetit Asa, armikut të Allahut, Amir ibn Tufelit. Ky i fundit as nuk dënjoi të shikonte letrën e dërguar nga profeti Asa. Madje urdhëroi një nga të tijet për ta goditur lajmtari me shtizë pas shpine. Kur shtiza përshkoi te jetej trupin e lajmtarit të profetit Asa, dhe gjaku i tij vërshoi, lajmtari i profetit, plot kënaqësi, tha, fitova, pasha Zotin e Qabes. Me njerë pas kësaj, armiku i Allahut u organizua shumë shpejt për të vrarë pjesën tjetër të muslimanëve. A i thiri në ndihmë fisin e Benu Amirit, por ata nuk i u përgjigjë ftesës së tij, për shkak të besës edhe nga Ebu Berai për të siguruar muslimanët. Atëherë, Amir ibn Tufeli i drejtua për aleancë fisit Benu Sulem dhe prej këtij fisi arriti të siguronte aleancën e Usejes, Vjalit dhe Kuanit. Këta u grumbuan dhe rrethuan shokët e profetit A.S., të cilët luftuan si burrat derisa u vra edhe i fundit i tyre. I vetmi që shpëtoi ishte Ka'b ibn Zeid ibn Nejari. Ai mundi të shpëtonte duke u shtirë si vrar, i mbuluar nga plagët e rënda. Ai jetoi pas kësaj ngjarjeje derisa u vra në betejën e Hendikut. Ndërkohë Amr ibn Umayya el-Damri dhe Mundhir ibn Ubete, Ibn Amiri, të cilët ishin duke ruajtur bagëtitë e muslimanëve, kur panë se çdo që vërtet ishin sipër vendit të betejës, brofën për të fush beteja. Kështu, Mundhir ibn Muhamedi zbriti dhe luftoi kundër idhujtarëve derisa u vra bashkë me shokët e tjerë. Ndërsa Amr ibn Umayya el-Damri ra rrugë në duart e tyre. Kur morën vesh se ai ishte prej Mudari, Amiri ja preu ballukët dhe e liroi për shkak të betimit të nënës së tij se do të lironte një rob nga Mudari. Amr ibn Umayya mori rrugën e kthimit dhe, kur arriti në një vend të quajtur Karkaratu, në hyrje të një lugine, u ul poshtë hijes së një peme. Atje kaluan dy burra prej fisit, Kilab dhe u ulën për të pushuar pranë tij. Kur ata i zuri gjumi, ai shkoi dhe i vrau në befasi, duke menduar se në këtë mënyrë po merrte hak për shokët e vrarë. Por kjo përbën të shkelje, sepse ata kishin që në mbrojtjen që u jepte një marrëveshje paqe me profetin Asa. Edhe pse Amri nuk e dinte një gjë të tillë. Kur u kthye, ai e lajmëroi profetin Asa për veprën e tij, ndërsa ai i tha, ke vrarë dy vete, për të cilët duhet të jap shpagim. Ngjarja më së përmëshënon edhe shkakun e fillimit të betejës me Benu Nadirët. Ishte profeti A.S. i pari që u nis në këtë luftë. Atje i mbajti të rrethuar ata 6 net. Gjatë kësaj kohe, në Medinë lasi me këmbës Ibn Mektumin. Kjo ndodhi në muajin Rabiul Awwal. Ibn Azmi thotë që pikërisht në këtë periudhë u ndaluan edhe pijet alkolike. Në fund, Benu Nadirët u dorëzuan duke pranuar gjykimin e profetit Asa, i cili i lejoi ata që të largoshin, por nuk i lejoi të merrnin në vetëm më shumë se sa mbanin dhe vetë tyre, përveç hamëve. Kështu pra, ata u dëbuan prej viseve të tyre për shkak të prishjes së paktit me profetin Asa. Krerët e çifutëve, si Hujeri ibn Atabi dhe Selam ibn Bukajki, shkuan drejt Ajberit, ndërsa disa të tjerë ju drejtuan Shamit. Prej tyre pranuan Islamin veç si dy vet, Yamin ibn Amri dhe Ebu Sadim. Uebi, pasuria të cilëve u ruajte pa prekur. Pasurinë e fisit Benu Nadir, profeti Asa. U ashpërndau kryesisht muaxhijeve të parë, sepse ajo plashkë nuk ishte fituar në betejë. Prej ensarëve nuk mori kush nga kjo pasuri, përveç Ebu
Dujanes dhe Selim Hunefit për shkak të gjendjes së tyre shumë të varfër. Në përshkrim të kësaj lufte zbriti edhe Soreja Hashër, sipas versionit me të saktet pranuar nga historianët dhe studiuesit. Muhamed ibn Shihab al-Zuhri pretendon se ndeshja me Banu Nadirit dodi 6 muaj pas luftës së Bedrit, por ky është një gabim dhe keq kuptim nga ana e tij. Është e sigurt dhe e padiskutueshme se betejë me Banu Nadirit ndodhi pas betejës së Uhudit. Në fakt, betejë që u zhvillua 6 muaj pas luftës së Bedrit ishte betejë me fisin Banu Kainuka. Betejë me Banu Qurayzat ndodhi pas luftës së Hendekut, ndërsa betejë e Ajberit ndodhi pas Hudejbiyes. Profeti s. zhvilloi kundër xhifutëve 4 luftëra. E para ishte lufta kundër Banu Kainuka, që ndodhi 6 muaj pas betejës së Bedrit. E dyta ishte betejë me Banu Nadirit, që ndodhi pas luftës së Uhudit. E treta ishte betejë kundër Banu Qurayzave, që ndodhi pas luftës së Hendekut, ndërsa betejë e katërt ishte ajo e Ajberit, e cila ndodhi pas Hudejbiyes. Shihet Zadu me atë pre. Ai është që i ka dëbuar për herët e parë prej shtëpive të tyre, ata të cilët nuk kanë besuar librin, ju nuk keni menduar se ata do të shkojnë, kurse ata kanë menduar se kështjellat e tyre do t'i mbrojnë nga dënimet e Perëndisë, por dënimi i Perëndisë u ka ardhur prej nga ata nuk e kanë pritur, dhe ai në zemrat e tyre kanë mbjellë frikë, ata me duart e tyre dhe me duart e besim parovej kanë shkatëruar shtëpitë e veta. Prandaj, mësoni nga kjo, o ju mentor. Është ai që i nxoi prej shtëpive të tyre ata e sartë të librit që nuk besuan në kohën e dëbimit të parë. Ky ishte i pari dëbim që Allahu e kishte shkruar të kryej nga duart e profetit e tij, Muhamedit ase. Ajeti tregon se për ta do të kishte edhe dëbimet e tjera me pas. Dhe, vërtet, ashtu ndodhi, kur profeti ase i dëboi ata edhe nga Ajberi, dëbim të cilin e përmbylli Umar ibn Hatabi, Allahu qoftë i kënaqur me të, i cili përzuri edhe pjesën e mbetur me vonë. Ju nuk menduat se ata do të dinin, ju, musliman, nuk mendonit se ata do të dinin nga fortesat e tyre, ku mbroshin dhe ndjeshin krenar, ndërsa ata menduan se fortifikatat e tyre do t'i mbronin prej ndishkimit e Allahut. Të mashtruar dhe të vetëkënaqur nga fortifikatat e tyre, ata menduan se nuk do të mbështeshin kur dhe askush nuk do të kishte fuqi që t'i përballonte. Por kaderi i Allahut të lartësuar qëndron mbi të gjitha këto. Para tij nuk mund të qëndrojë asnjë kështjell në këmbë. Përpara tij nuk sjell dobi fuqia dhe aftësia mbrojtëse. I lartësuari thotë, por dënimi i Allahut u erdhi ande nga nuk e prisni. Ai hodhi frikë në zemrat e tyre. Atyre u erdhi ndeshkimi nga një portë që nuk e mendonin. Kjo portë ishte El Rubu, frika e madhe, paniku që pushton zemrën, i cili është ushtari më i madh i Zotit, para të cilit nuk bën dobi asnjë përgatitje, asnjë fuqi dhe ashpërsi. Ata menduan se i vetmi drejtim nga i cili mund të sulmuoshin dhe të mbështeshin ishin portat e fortesave të tyre, të cilat ata i mendonin se ishin të pathyeshme. Qetësia e shpirtit të tyre ishte e lidhur ngushtë me muret e fortesave. Por dihet se kush i mbështetet çdo gjëje tjetër veç Allahut, ka për të befasuar dhe dëshpëruar me dështimin e tij. Edhe ata u befasuan nga kjo ndjenjë, që zbriti nga qielli dhe pushtoi tërësisht zemrat e tyre. Zemra është kalaja e durimit dhe e qëndrueshmërisë, por nëse pushtohet nga frika dhe nuk lidhet me krijuesin e saj, ajo dobësohet dhe bie. Kështu, Allahu i lartësuar e largoi durimin dhe kurajen e zemrave të tyre, duke u zëvendësuar me dobësi dhe tme. Ky ishte armiku kryesor që ata nuk e kishin llogaritur, prandaj u bën vetë ata shkatëruesit e shtëpive të tyre, siç thot Allahu i lartësuar, ai bëri që t'i prishnin shtëpitë e veta me duart e tyre, si edhe me duart e besimtarëve. Profeti s. u lejoj që të merrnin me vete as pasuri sa mbanin dhe vetë tyre, por ata filluan që të shkunin pra gjet, dyer dhe shumë zbukurime që ju pëlqenin për t'i marrë me vete. Kështu, me duart e tyre, ata shkatëruan shtëpitë dhe vendbanimet e veta. Me tradhtim ndaj profetit as. Ata hollën hapin e parë të shkatërimit të vetes, duke vazhduar të shkatëronin edhe vendbanimet me duart e tyre. Prandaj mësoni nga kjo, o ju që mendoni. O ju që i kuptoni drejt mesazhet dhe urtësitë e Zotit. O ju që keni logjik të shëndosh. Në këtë ngjarje ka mesime të shumta, me përmjet të cilave kuptohet urtësia e Allahut dhe veprimet e tij madhështore në ndëshkimin e armiqve të vërtetës dhe pasuesve të epsheve. Atyre nuk u bëri dobi krenaria apo fuqia ushtarake e mbrojtëse që kishin. Ata nuk mundën të shpëtonin fortifikatat e tyre prej urdhrit të Zotit. Atyre u erdhi ndëshkimi vetëm si pasojë e gjinave të Bera. Dihet se, gjatë leximit të Kuranit, në konsiderat merret kuptimi gjithëpërfshirës i tekstit dhe jo shkaku specifik pse ai është sjell. Në këtë mënyrë, këto ajete na nxisin që të nxjerrim mësime dhe të gjykojmë me drejtësi për raste të ngjashme. Ne duhet të meditojmë rreth urtësive dhe ligjeve që përmbajnë këto ajete. Duke medituar rreth tyre, mendja jonë ndriçohet e urtësohet, kurse imani ynë shtohet.
Kështu, ne arrim të shohim qartë dhe të kuptojmë mirë çdo urtësi të sjell nga Allahu i lartësuar dhe të gjykojmë drejt në çdo rast të ngjashëm. Me pas, Allahu i lartësuar tregon se këta jugull nuk e morën të gjithë ndëshkimin që meritonin, sepse ai u bëri një lehtësim. Sikur mos ta kishte caktuar Perëndia ndjekin e tyre, ai do t'i kishte dënuar në këtë jetë, por ata në jetën tjetër i pret dënimin e zjarr. Sikur Allahu të mos kishte caktuar për ta shpërnguljen, do t'i ndeshkonte që në këtë jetë, ndërsa në jetën tjetër ata i pret dënimi i zjarrit. Sikur Allahu i lartësuar të mos kishte përcaktuar dëbimin e tyre, ata do të kishin tjetër përfundim, ata do të ndeshkoheshin ashpër që në këtë dynja. Megjithatë, edhe pse nuk u goditën nga ndeshkimi që në dynja, në ahiret i pret vuajtjen e zjarrit në madh të xhehenemit, të cilën mund ta përshkruajë veç Allahu i lartësuar, sepse ata e kanë kundërshtuar Perëndin dhe profetin e tij. E ai që kundërshton Perëndin, Perëndia, me të vërtetë, do t'i dënojë ashpër. Këtë për shkak se ata ju kundërvuan Allahut dhe të dërguarit të tij. Kushto që i kundërvihet Allahut, le të jeti i sigurt se Allahu e ka ndëshkimin të ashpër. Të mos u shkoj kur ndërmend njeranëve se ndëshkimi i tyre për refuzimin e profetit, madje për tentativën e vrasjes së tij, përfundoi me dëbimin nga shtëpitë. Le ta dinë se dënimi që ka përgatitur Allahu për refuzuesit e profetit dhe të shpalljes së tij, të cilët nuk janë penduar, është shumë më i madh dhe më i dëmshëm. E si mund të shpëtojnë nga dënimi në dynja dhe ahiret ata që kundërshtojnë Allahun dhe të dërguarin e tij, shprehin armiqësi kundër tyre dhe luftojnë për të penguar besimin e drejtë. Pikëçudit se ky është ligji i pandryshueshëm i Zotit në lidhje me ata që kundërshtojnë palën e tij. Ato palë me hurme që i keni prerë ju ose i keni lënë të qëndrojnë vertikalisht, i keni bërë me miratimin e Perëndisë dhe që ai Perëndia t'i poshtërojnë nga tërëstar. Çdo palë të armikut që e keni prerë apo e keni lënë në këmbë, e keni bërë veç me lejen e Allahut, gjatë kohës së vedhimit, si pjesë e strategjisë për t'i bindur që të dorëzoheshin profeti Asa. Do gjit disa nga hurmat e pemët e tyre. Nisur nga ky veprim, ata i akuzuan muslimanët për shkatërim në tokë. Por Allahu i lartësuar na tregon se qoftë shkatërimi i hurmave dhe i të mbjellave, qoftë mosprekja e tyre, të gjitha kryeshin me lejen dhe urdhrin e Allahut të lartësuar për urtësi të shumta. Ndër këtë urtësi është ajo që thot Allahu i lartësuar me pas për t'i poshtruar në poshtër të pabindurit. Domethënë, duke ju dhënë mundësinë që të shkatërroni hurmat dhe të mbjellat e tyre, Allahu i lartësuar bëri që ata të ndjenin dhimbjen, poshtërimin dhe përçmimin që në këtë dynja. Kjo strategji bëri që ata të kuptonin paftësinë e plotë të tyre për të mbrojtur atë çka zotëronin, që ishte baza e fuqisë së tyre. Kjo ishte gjendja e fisit Benu Nadir dhe ndëshkimi që Allahu i lartësuar u dha që në dynja. Në vijim, Allahu i lartësuar thot: atë që Perëndia ja ka dhuruar kthyer prej nga të restarëve profetit e vet, e që ju nuk e keni marrë si plaçk me sulmim as të kuajve as të deve, por që Perëndia jep pushtet profetëve të vet mbi ata që ai dëshiron. Perëndia është i pushtetshëm për çdo gjë. Për atë që Allahu i dhuroi të dërguarit të tij si plaçk, të fituar prej tyre, ju nuk u hipët as kuajve as deveve. Për ta fituar, për pasurinë e Benu Nadirve, që Allahu i madhruari ja mundsoi profetit e tij, ju, o musliman, nuk luftuat dhe nuk u munduat për ta fituar. Ju nuk u hipët kuajve dhe as luftuat me shpatat tuaja për ta arritur atë, pasi ishte Allahu i lartësuar ai i cili futi frikën në zemrat e tyre, duke e lëshuar kështu ndër këmbët e profetit e tij të gjithë pasurinë që ata lanë, lehtësisht dhe pa luftë. Është Allahu ai që i bën të dërguarit e vet triumfues kundër kujt të doj. Allahu është i plotfuqishëm për gjithçka. Allahu i lartësuar është i plotfuqishëm dhe asgjë nuk është e pamundur për të. Të gjithë të tjerët që mbohen për të fortë janë fare të dobët dhe të përurur para tij. El-feu, në terminologjinë juridike, quhet çdo lloj pasurie e qafirëve marrë me të drejtë e pa luftë. Nga ana gjuhësore, el-feu do të thotë plaçk e kthyer. E tillë ishte edhe pasuria që braktisën jehudët nga frika e muslimanëve. Ajo u hoq nga duart e qafirëve, të cilët nuk e meritonin, dhe ju kthye muslimanëve, të cilët ishin me të denjë për të. Ky gjykim është gjithëpërfshirës dhe i vlefshëm për të gjitha kohrat. Pasuria e mbetur e fshatrave, të cilën Perëndia ja ka dhuruar profetit e tij, u takon Perëndisë dhe profetit e tij, dhe të afërmëve të tij pejgamberit, bujakëve, të varfërve dhe udhëtarëve të rastit, në mënyrë që të mos vije prej dorës në dorë të pasanikëve tuaj, atë që uaja profetisi shpërblim, atë merreni, e atë çka u ndalon, lënje, dhe vuajuni mos i kundërshtoni Perëndisë, sepse Perëndia me të vërtetë dënon ashpër. Çfarë do pasurie që Allahu i adhuroi pa luftë të dërguarit të tij si plaçk nga jo besimtarët, i takon Allahut, të dërguarit, farëfisit e tij, jetimëve, të varfërve, udhëtarëve të mbetur në rrugë. Ky gjykim është njëjtësi për kohën kur ishte profeti Asa, po ashtu edhe për kohrat pas tij, për ata që u heqin umetin. Në surën e Fal është një ajet i ngjashëm me këtë, që thotë: "Ta dini se nga tërë plaçka e luftës që mund të fitoni, je pesta u takon Allahut,
të dërguarit e farëfisit të afërm të tij, jetimëve, të varfërve dhe udhëtarëve, nëse besonin në Allahun dhe në atë që ne ja kemi shpallur robit ton ditën e ndasisë mes besimit dhe mosbesimit, ditën kur u ndeshën dy ushtrit. Allahu është i plot ushtetshëm për gjithçka. Elefal 41 kështu, Elfeju ndahet në 5 pjesë, 1. 5 i takon Allahut dhe të dërguarit e tij. Pasuri kjo e cila shpenzohet për dobit e përgjithshme dhe për shërbimet e muslimanëve. 1. 5 shkon për farëfisin e profetit A.S. të cilët janë Benu Hashimet dhe Benu Mutalibët. Kjo pasuri shpërndahet në mënyrë të barabartë mes meshkujve dhe femrave të këtyre fisëve. Benu Mutalibët duhen trajtuar ashtu si Benu Hashimet, për sa i përket meritës së përfitimit nga Elfeju dhe plaçka e luftës, ndryshe nga Benu Abdu, Menafet, të cilët nuk përfshihen në 1/5. Ky ndryshim u bë për shkak se në kohën kur Kurejshët bojkotuan tërësisht Benu Hashimet për 3 vite rresht, fisi Benu Mutalib u bashkua me Benu Hashimet, ndryshe nga të tjerët. Vetë profeti A.S. ka thënë në lidhje me Benu Mutalibët, ata nuk me braktisën mua as në kohën e ignorancës para islamike, as në islam. 1. 5 u shpërndahet e varfërve dhe jetimëve. I jetim konsiderohet ai që ka humbur babajnë dhe që nuk ka arritur moshën e pjekurisë. 1. 5 u jepet nevojtarëve, të cilët punojnë, por nuk nxjerrin as sa u mjafton. 1. 5 u takon vullnetarëve të cilët kanë mbetur në mes të rrugës, larg vendit të tyre, pa pasuri dhe pa mundësi për t'u kthyer. Allahu i lartësuar e përcaktoi një ndarje të tillë me qëllim që ajo të mos mbetet vetëm ndërmjet pasanikëve tuaj, që pasuritë të mos bëhen pronë vetëm e pasanikëve. Nëse Allahu me urtësinë dhe mëshirën e tij nuk do të vendosë këtë rregull, atëherë pasuritë do të vërteteshin vetëm në duart e pasanikëve të fuqishëm, ndërsa të dobëtit nuk do të merrnin kur ndonjë gjë. Një padrejtësi e tillë në shpërndarjen e pasurive do të ishte një shkatërim që veç Allahu e di. Sfatimi i urrave hynor si mirësi dhe begatit e panumërta, prandaj Allahu thot më pas, çfarë t'ju jap profeti, merreni, e çfarë t'ju ndaloj, largojuni prej saj dhe kijeni frikë Allahut. Ky urrë përfshin themelët e fesë dhe degëzimet e saj, anën e dukshme dhe anën e fshehur të dispozitave të Allahut të lartësuar. Me fjalë të tjera, çdo gjë që ka urdhëruar e bër ligj profeti A.S. është e detyrueshme për robërit që ta pranojnë dhe zbatojnë atë me përpikmëri. Kundërshtimi i tij është kategorikisht i ndaluar. Fjala e profetit A.S. dhe ligjvënia e tij konsiderohen një lloj si fjala dhe ligjvënia e Allahut, sepse profeti A.S. nuk ka folur dhe vendosur kur nga vetja e tij. Gjithçka që ai ka folur dhe vendosur ka ardhur si shpallje nga Allahu i madhruar. Askujt nuk i lejohet dhe nuk i justifikohet shpërfilja ose braktisja e udhëzimeve të profetit A.S. Nuk lejohet gjithashtu t'i jepet përparësi fjalës së asnjë njeriu, kushtoqoftë ai, ndaj fjalës së profetit A.S. Pastaj Allahu i lartësuar urdhëron për takuar ndaj tij, nëpërmjet të cilës rregullohen dhe përsosen zemrat e njerëzve, arrihet lumturia në dynja dhe ahiret. Kush ka arritur devotshmërinë ndaj Zotit, ka bërë të vetën lumturinë e përjetshme dhe fitoren më të madhe. Ndërsa ai që cënon ose shpërfil devotshmërinë ndaj Allahut, është duke ecur drejt dëshpërimit të përjetshëm dhe ndëshkimit të pafundëm. I lartësuari i thot, me të vërtetë, Allahu është ndëshkues i ashpër. Allahu është ndëshkues i ashpër për ata që nuk kujdesen për takua, por rëndin pas dëshirave të shfrenuara. Ajo pasuri u takon edhe emigrantëve të varfër, të cilët janë përzën nga vendinja e tyre dhe pasurisë e tyre, të cilët dëshirojnë mirësinë dhe kënaqësinë e Perëndisë dhe ta ndihmojnë Perëndin dhe profetin e tij. Ata, me të vërtetë, janë besimtarë të sinqertë. Në vijim, Allahu i lartësuar na tregon arsyen pse u përcaktoi kategorive të mësipër me pjesë nga Elfeju, ajo u takon muhaxhirëve të varfër, të cilët u dëbuan prej shtëpive dhe pasurisë së tyre, për shkak se kërkonin mirësinë e kënaqësinë e Allahut dhe që të ndihmonin Allahun dhe të dërguarin e tij. Pikërisht këta janë të drejtët. Muhaxhirët ishin ata të cilët braktisën çdo gjë të dashur në ateun e tyre. Ata u ndan nga ata afërmit e tyre dhe lanë çdo pasuri që zotëronin për hir të Allahut dhe në ndihmë të fesë së tij. Motivi i këtij emigrimi ishin dashuria për Allahun dhe profetin dhe bindja ndaj tyre. Pikërisht këta janë njerëzit që kanë besim të vërtetë, të cilët kryejnë vepra sipas këtij besimi. Muhaxhirët e vërtetuan imanin që kishin në zemër me vepra të mira dhe të sinqerta dhe me adhurime të vështira, ndryshe nga ata që, edhe pse shtireshin sikur besonin, nuk e vërtetonin atë nëpërmjet xhihadit, hijretit dhe adhurime të tjera. Dhe u takon pasuria atyre që e kanë bërë Medinën në ndstrehim shtëpitë e besimit qyshme përpara emigrimit, e i duan ata që vinë në Medinë dhe në zemrat e tyre nuk ndjejnë kurfare ndihmë, për atë që është dhënë atyre arracakëve, por me tepër duan të bëjnë mirë atyre se sa vetes, edhe pse madje vetë janë nevojtar. Ata që ruhen nga lapmia e madhe, me siguri do të jenë fitues. Edhe atyre që përgatiten vendin dhe besimin para atyre. Këta ishin Ensarët, Fiset e Us dhe Hazrejt në Medinë,
të cilët e besuan Allahun dhe profetin e tij me bindje të plotë, me dashuri dhe zgjedhje të lirë. Ata e strehuan profetin A.S. dhe i siguruan mbrojtje kundër çdo të kuqjetëziu. Ata përgatiten vendin e hijretit dhe djepin e imanit, ku do të mbërrinin dhe strehoshin besimtarët nga Meka. Ai do të bëjë ateu i çdo muhaxhiri dhe vendstrehimi i çdo muslimani, kur të gjithat e tjerat ishin vende armike, idhujtarje dhe ligësie. Kështu, muhaxhirët u mbështetën dhe u vëllazëruan me ensarët, ndihmuesit e fesë së Allahut në Medinë, derisa Islami u fuqizua dhe u përhap gjerësisht, duke çiruar zemrat e njerëzve me diturinë, imanin dhe Kur'anin dhe duke çiruar popujt me forcën e tij nga çdo tiran arrogant e idhujtar. Ndër cilësitë më të spikatuara dhe përshkrimet më të bukura që Allahu i lartësuaru ka bërë ensarëve të Medinës është i duan ata që emigruan tek ata, për shkak të dashurisë së tyre të plotë për Allahun dhe profetin e tij. Ata deshen edhe të dashurit e Allahut dhe të profetit, deshen ata që ndihmuan fenë e tij nuk ndjehen në gjokë smir për çfarë u jepet atyre. Ata nuk i kishin smir muhaxhirët për mirësitë që Zoti ju falin në mënyrë të posaçme. Zemrat e tyre ishin të shëndetshme dhe të pastra nga sëmundjet e smirës, urrëties, përshpimit et. Kjo tregon se muhaxhirët ishin në gradë më të lartë se ensarët, sepse Allahu i lartësuar i përmend ata të parët dhe na bëri të ditur se ensarët nuk ndiheshin keq për mirësitë me të cilat ai dalloi muhaxhirët. Allahu i lartësuar u dhuroi muhaxhirëve veçori të shumta, të cilat nuk u dha ensarëve dhe askujt tjetër. Arsyeja ishte se ata bën dy vepra madhështore, ata ndihmuan fenë e Allahut dhe bën hijret për hir të tij. Madje ata u japin përparësi atyre para vetvetes, edhe sikur të kenë vetë nevojë të domosdoshme. Një cilësi tjetër e ensarëve, që i ngritin mbi të tjerët, ishte altruizmi i tyre, grada më e lartë e bamirësisë dhe bujarisë. Kjo cilësi shfaqet duke u dhënë të tjerëve pasurinë tënde me të çmuar dhe gjërat me të dashura, madje edhe duke privuar veten nga nevojat e domosdoshme, vetëm për një qëllim të lartë, dashuria për hir të Allahut. Sigurisht, këtë cilësi e kanë vetëm ata që janë të pajisur me moral të lartë dhe motivuar nga një qëllim i madh. Dashuria për Allahun e lartësuar në zemrat e ensarëve ishte me parsore kundrejt dëshirave të nefsit të tyre. Për këtë dëshmon edhe historia e ensarit, për shkak të cilit u shpallën këto ajete. Ai, për të nderuar mikun e tij, sakrifikoi ushqimin e familjes dhe fëmijëve të tij. Kështu, në përfundim, ata fjetën të gjithë të uritur, veç për të kënaqur mysafirin e tyre. Altruizmi është e kundërta e kooperacisë dhe egoizmit. Allahu i lartësuar thot më pas, kush u ruajt prej kooperacisë e vetes, ata janë të fituar. Të ruhesh nga kooperacia e vetes do të thotë të ruhesh nga kooperacia ndaj zbatimit të detyrimeve. Kështu, ai që e ruan veten nga kooperacia, ai bindet ndaj urdhrave të Allahut dhe profetit, madje i zbaton ato me bindje në shtrim, me gjokë të zgjeruar dhe të mbushur me kënaqësi. Gjithashtu, ai bindet për lënien e çdo gjëje të ndaluar nga Allahu i lartësuar, edhe nëse ajo gjë është e dashur për nefsin e tij. Me një shpirt të tillë të edukuar dhe të nështruar, arrihet suksesi dhe mirësia dhe largohet dështimi dhe ligësia. Ndryshe ndodh me ata që nuk e kanë shtypur kooperacinë e vetes. Këta janë sprovuar me lakmi e pangopsi, nga buron çdo e keqe. Në këto ajete, Allahu i madhruar përshkruan gradën e sahabëve të nderuar, udhëheqësve dhe bartësve të parë të kësaj feje, të cilët u stolisën me virtytet e larta, të cilat i bën të pakapshëm nga brezat pasardhës. Ata, gjithashtu, u lartësuan mbi të gjithë shokët e profetëve të parë. Ata u bën besimtarët me të dalluar, krerët e të gjithë muslimanëve dhe imamët e të devotshmëve. Mjafton si nderim për ata që erdhën pas tyre që të ishin ndjekës të rrugës së sahabëve. Allahu i lartësuar thot për brezin që erdhi pas sahabëve, i cili ndoqi të njëjtin udhëzim dhe u stolis me të njëjtat virtyte. Edhe ata që vinë pas tyre, thonë: O Zoti ynë, fal neve dhe vëllezërit tan, të cilët kanë besuar para nesh dhe mos lejo që në zemrat tona të ketë asnjë të keq ndaj besimtarëve, o Zoti ynë, ti je me të vërtet i mirë dhe mëshirues. Edhe atyre që kanë ardhur me pas e thonë: Brezi që erdhi pas muhaxhirëve dhe ensarëve, duke këshilluar vetveten dhe të gjithë besimtarët, luteshin e thoshin: Zoti ynë, fal na ne dhe vëllezërit tan, që u pajisën me besim para nesh, dhe mos lejo në zemrat tona urrëtie ndaj atyre që besojnë. Kjo është në dua të gjithë besimtarëve, qofshin nga të parët, qofshin nga të mëvonshmit. Një nga dobit më të mëdha të imanit është që besimtarët luten për njëri tjetrin për shkak të lidhjes së fortë të imanit mes tyre. Ata janë vëllezër në fe dhe kanë detyrime ndaj njëri tjetrit. Ndër detyrimet më kryesore të kësaj vëllazërie është dashuria dhe lutja për njëri tjetrin. Allahu i lartësuar përmend lutjen për pastrimin e zemrës nga urrëtia, pasi në zemrën e besimtarëve nuk duhet të ketë asnjë thërmi urrëtie për vëllezërit e tyre besimtar.
duke u lutur për pastrimin e zemrës nga urrëtia për besimtarët, sado e vogël qoftë ajo, ata njëkohësisht janë lutur që zemrat e tyre të mbushen me dashuri, miqësi dhe mirësi kundrejt vëllezërve të tyre musliman. Në këtë mënyrë, ata gjithmonë do të dëshirojnë të mirën dhe do të këshillojnë njëri tjetrin për punë të mira dhe durim. Kështu do të përpiqen të përmbushin të gjitha detyrimet vëllazërore të ndërsjellë. Allahu i lartësuar e përshkroi brezin pas sahabëve tabiin, e si pasues të njëjtit iman me sahabët, pasi ata luteshin: O Zoti ynë, na fal neve dhe vëllezërit tanë që na prinë në iman. Me fjalë të tjera, ky brez që erdhi pas sahabëve ishin pasues të denjë dhe rigoroz të fesë së sahabëve në themelin dhe degëzimet e saj. Këta janë ata të cilët quhen Ehlusunne wal Jamaa, pasues të sunetit dhe xhamatit të muslimanëve, sepse ata i plotësonin me së miri cilësitë e përmendura në ajet. Allahu i madhëruar tregon se ata luteshin për falje gjunahesh për veten e tyre dhe për besimtarë. Ata e pranonin se ishin gabimtar ndaj Allahut të lartësuar, por kërkonin falje si për veten edhe për vëllezërit e tyre. Ata përpiqeshin shumë që të pastronin zemrat e tyre nga çdo lloj sëmundjeje dhe urrëtie për vëllezërit musliman dhe kultivonin në zemrave së dashurinë për njëri tjetrin për hir të besimit. Ata zbatonin porosinë e profetit Asa, që thoshte: nuk beson askush prej jush, derisa të doj për vëllain e vet atë që do për veten e tij. Ata gjithmonë këshillonin njëri tjetrin dhe i dëshironin të mirën vëllait, qoftë kur ishte i pranishëm, qoftë kur mungonte, qoftë kur ishte i gjallë, qoftë kur ishte i vdekur. Nga ajeti mësojmë se këto që u përmenden janë disa nga detyrimet e muslimanëve ndaj njëri tjetrit. Zoti ynë, ti je i butë me mëshirëplot. Lutja e tyre mbyllet me dy emra të mrekullueshëm të Allahut të lartësuar, që tregojnë mëshirën e plotë e Allahut të madhëruar, butësinë e tij të papërshkueshme për besimtarët dhe bamirësinë e tij të madhe ndaj tyre. Ndër mirësitë më të mëdha, madje më e madhja, ishte pajisja e tyre me iman dhe me forcën e mjaftueshme për të punuar sipas tij. Ai u dha sukses atyre për të plotësuar si të drejtat e Allahut të lartësuar, ashtu edhe përgjegjësitë kundrejt robërve të tij dhe në mënyrë të veçantë kundrejt besimtarëve. Këto tri grupe, pra, muhaxhirët, ensarët dhe brezi pas tyre ishin ata që meritonin të merrnin pjesë prej elfeu, që shpenzohet në dobit e islamit dhe muslimanëve. Këta ishin njerëzit më të zgjedhur. Zoti na bëft prej tyre me mirësinë dhe bujarinë e tij. A nuk po shet se si hipokritët ju thon shokëve të vet, të cilët janë histar të librit e që nuk besojnë, nëse ju dëbojnë, ne do të dalim me ju dhe kërkujt, asnjëherë nuk do t'i përulej kundër jush, e nëse ju sulmuheni, me siguri do t'u dalim në ndihmë, Perëndia dëshmon se ata, me të vërtetë, janë gënjeshtarë. Ai ke parë ata dy fytyrësha, se si u thanë vëllezërve të vet nga histarët e librit, që nuk besonin, në vijim, Allahu i lartësuar na tregon për gjendjen e çuditshme të munafikëve, të cilët u jepnin kurajo histarëve të librit, vëllezërve të tyre në kufër. Ata u jepnin bese se do t'i ndihmonin në luftën kundër muslimanëve, duke u thënë: nëse ju dëboheni, edhe ne do të dalim me ju dhe nuk do t'i bindemi askujt kundër jush. Ne nuk kemi për t'ju bindur askujt që na pengon nga aleanca me ju. Ne nuk na ndal asgjë në rrugën tonë për të qenë krahu juaj. Ne nuk i friksohemi asnjë rreziku, madje nëse luftoheni prej dikujt, të jeni të sigurt se ne do t'ju ndihmojmë. Por Allahu dëshmon se ata janë gënjeshtar. Por Allahu i lartësuar dëshmon se këto premtime ishin të gënjeshtërta, duke mashtruar kështu vëllezërit e tyre në kufër. Sidoqoftë, pabësia nuk është ndonjë gjë e madhe kur bëhet fjalë për ata zullumçar. Pabësia është cilësia e tyre dalluese, ndërsa mburja dhe arroganca janë bashkëshoqëruesit e tyre. E vërteta është se ata janë frikacak të përhershëm. Allahu i lartësuar njoftoi për pabësinë e tyre para se ajo të ndodhte dhe gjithçka ndodhi ashtu sikur sa ai e përshkroi. Nëse do të jenë të dëbuar, ata nuk do të shkojnë me ta, nëse do të jenë të sulmuar, ata nuk do t'i dalin në ndihmë, e nëse u dalin në ndihmë, sigurisht do të ikin dhe ata do të mbjelin pa ndihmë përgjithmonë. Nëse ata do të dëbohen, këta nuk do të dalin së bashku me ta, edhe sikur ata të luftohen, këta nuk do t'i ndihmojnë. Nëse jehudët do të dëbohen nga vendbanimet e tyre, munafiqët nuk kanë për t'i ndjekur pas, ashtu sikur se i betuan me mendje madhësi. Ata nuk do të dalin as të luftojnë për aleatet e tyre, sepse dashuria që kanë për pasurinë dhe tokën e tyre është më e madhe se premtimet boshe të lëshuara nga arroganca. Ata i mbizotëron nga frika, prandaj do të jenë të dështuar. Në fakt, munafiqët i tradhuan vëllezërit e tyre në kufër në momentet më të vështira kur kishin nevojë për ta. Por edhe sikur të ndihmojnë, shpejt do të kthejnë shpinën e kështu, miqtë e tyre do të mbeten pa ndihmë. Edhe sikur të mendohej që munafiqët të dilnin në luftë së bashku me aleatët e tyre, shumë shpejt ata do të dezertonin nga betejë dhe kur nuk do të fitojnë. Allahu i lartësuar kur nuk do t'u jepte fitoren atyre frikacakëve. Shkakun për këtë përfundim e sqaron Allahu i lartësuar kur thotë: ju, në zemrat e tyre jeni më të tmeshëm friksues se sa Perëndia,
nga se ata janë popull i pakuptueshëm. Ju, në zemrat e tyre, jeni frikë më e madhe se Allah. Frika e tyre ndaj jush ishte më e madhe se sa frika ndaj Zotit. Ata ju friksuan me shumë krijesave, të cilët nuk zotërojnë për veten dhe për të tjerët as do bia as dëm, se sa krijuesit, në dorën e të cilët janë dëmi dhe dobia, dhe njat dhe privimi. Kjo për shkak se ata janë njerëz që nuk kuptojnë. Ata nuk logjikojnë drejt dhe nuk e njohin realitetin e gjërave. Ata nuk arrin të shohin përfundimin e çështjeve. Aftësia e të gjykuarit drejt dhe të vështruarit saktë të çështjeve është e lidhur ngushtë në frikë respektin ndaj krijuesit, shpresën e premtimin e tij dhe dashurinë për të. Ata që japin përparësi këtyre ndjenjave kundrejt çdo gjëje tjetër, ata do të pajisen me urtësitë e mëdha dhe aftësitë gjykimit të drejtë. Ata luftojnë me ju duke qenë grumbull vetëm në vendet e fortifikuara ose pas mureve. Lufta ndërmjet tyre është e ashpër. Ti mendon se ata janë kompakt, mirëpo zemrat e tyre janë të përçara, me që ata janë njerëz që nuk mendojnë. Ata, të gjithë së bashku, nuk kanë guxim t'ju luftojnë, vetëm kur gjenden në ndonjë vend të fortifikuar ose pas mureve. Kuptimi, edhe kur grumbullohen bashkë në ushtri të organizuara, ata nuk janë të qëndrueshëm kundër jush. Ata mund të luftojnë me ju veçse kur janë nëpër fortifikata të mbrojtur pas mureve të tyre. Vetëm në të tilla kushte mund të bëjnë ndonjë qëndres, duke u mbështetur te forca e mureve dhe jo në trimërinë e tyre. Ky është një përshkrim të jetëpërshmues për këtë frikacak. Gjithashtu, Allahu i madhëruar na tregon dhe për realitetin e marrëdhënieve mes tyre, pasiguria mes tyre është e madhe. Pasiguria, frika dhe përçarja mes tyre është e madhe. Kjo ndodh jo për shkak të ndonjë mungese në trupa dhe pajisjet e tyre lufarake, por për shkak të një defekti tjetër thelbësor, mungesa e besimit dhe përçarja, siç thotë i madhëruari, të duket sikur janë të bashkuar, por në fakt, janë me zemrat të përçara. Ti mendon se ata janë të bashkuar ku ishin të organizuar, por në të vërtetë, zemrat e tyre janë të përçara dhe mos besim për njëri tjetrin. Shkak për këtë gjendje të këtyre të mjerëve është ajo që thot Allahu i lartësuar, sepse janë njerëz që nuk logjikojnë. Ata nuk kanë logjik të shëndosh dhe nuk arsyetojnë drejt. Nëse do të ishin të mençur, do t'i japnin përparësi asaj që është e mirë dhe më e dobishme, duke mos pranuar për veten alternativën më të keqe. Vetëm me gjykim të drejtë, të bazuar mbi dije të saktë, mbi motive të pastra, mbi një besim të sinqertë tek Allahu i lartësuar dhe angazhim për të plotësuar çdo detyrën që rrjen nga ky besim, mund të arrihet pashkimi i zemrave dhe forcimi i radhëve. Vetëm kështu mund të arrihet fitoria. Duke ndihmuar njëri tjetrin në punë të mira dhe devotshmëri, arrihet suksesi në çështjet e fesë dhe të dynjas. Në vijim, Allahu i lartësuar na sjell një shembull tjetër për të kuptuar gjendjen e atyre tharëve të librit të dëshpëruar, kundër të cilëve ndihmoi profetin e tij. Allahu i madhruar bëri që, nga dora e profetit e tij, ata të vuanin poshtërimin që në jetën e dynjas. Kështu, ata të mirë u befasuan nga pabësia e alatëve të tyre, të cilët u premtuan ndihmë, një lloj siç ndodhi me Mohusit kur ishte pa kohë më parë në betejën e Bedrit. Allahu i lartësuar thotë: "Ata janë të ngjashëm me ata që kanë qenë pak para tyre, që e kanë shijuar dënimin e punës së tyre, ata i pre dënimi i dëmshëm. Ashtu si populli jo shumë larg më parë, të cilët ruajtën pasojat e veprimeve të tyre, edhe ata do të kenë një dënim të rëndë. Ata ngjajnë me kureshët, kur shejtani i mallkuar u zbukuroi veprat e tyre. Duke treguar se si mallkuari u zbukuroi veprat e tyre, Allahu i lartësuar thotë në një ajet tjetër, shejtani u zbukuroi atyre veprat e keqija dhe u tha: "Askush nuk mund t'ju mposhë ju sot, sepse do të jem unë mbrojtësi juaj." Por kur u ndeshën dy ushtritë, ai ku me të katra tha: "Unë nuk kam të bëj me ju. Unë shoh atë që ju nuk e shihni. Unë i friksohem Allahut." Allahu ka vërtet ndëshkim të ashpër. Enfal 48. Kështu, ata u tratuan pabesisht nga alatët, të cilët nuk u sollën asnjë ndihmë dhe nuk mundën t'i mbronin nga ndëshkimi. Kureshët shkuan në Bedër plot fodullëk, të bindur se do të arrinin qëllimet e tyre kundër profetit dhe besimtarëve. Por Allahu i lartësuar e ndihmoi profetin e tij dhe besimtarët, duke u dhënë fitoren kundër mohusve. Në këtë betejë u vran krerët e qafirëve, disa u robëruan të tjerët e janë mbathën. Kështu, ata kurrën çfarë mbollën. Në të njëjtën mënyrë ngjau edhe me Jehudët pak më vonë, ndërsa munafiqët, të cilët trahtuan vëllezërit e tyre Jehud, krahasohen me dikë tjetër. I lartësuari thotë: "Janë të ngjashëm ata me djallin kur i thot njeriut, mos beso." E kur bëhet mohues, atëherë ai thotë: "Unë jam larg prej teje, unë, me të vërtetë, i frikon Perëndis, Zotit të gjithësisë." Ata i përngjajnë shejtanit që i thot njeriut moh, Zotin. Shejtani ja zbukuron kufrin njeriut dhe e fton të. Ku njeriu i mashtruar e mohë Zotin e tij, duke ne shkruar në këtë mënyrë dëshpërimin e vet, shejtani i mallkuar distancohet prej tij dhe nuk e ndihmon ashtu sikur se i ka premtuar. Allahu i lartësuar thotë: "E kur ky mohëm, ai tërhiqet duke thënë: Unë distancohem prej teje.
Unë i friksohem Allahut, Zotit të gjithësisë. Unë nuk kam asnjë fuqi e mundësi që të largoj ndëshkimin prej teje. Unë nuk kam asnjë fuqi e mundësi që të ofroj ndonjë të mirë. Fundi i këtyre të dyve, me të vërtetë, është qëndrimi për rreshën e zjarr, e ky është dënimi për të gjithë njerëzit e këqij. Dhe kështu, përfundimi i të dy palëve është në zjarr, ku do të jenë përgjithmonë. Qoftë ftuesi, do me thënë shejtani i mallkuar, qoftë i ftuari, do me thënë njeriu i cili përgjigjet ftesës së shejtanit, që të dy do të ndishkohen, që të dy do të jenë përjetësish bashkë në zjarrin e xhenemit. Allahu i lartësuar thotë, shejtani është armiku juaj. Prandaj edhe ju konsiderojeni si armik. Ai i fton lështarët e vet për t'i bërë banor të zjarrit. Fati 6. Ky është ndëshkimi i zullumçarëve. Ky është ndëshkimi i atyre që së bashku bën padrejtësi dhe së bashku mohuan të vërtetën, edhe sikur ashpërsia e ndëshkimit të jetë ndryshme nga njëra palë te tjetra. Kjo është sjellja e shejtanit të mallkuar kundrejt të gjithë miqve të tij. Ai i fton dhe inkurajon vazhdimisht ata në çdo rrugë që u sjelltëm, duke i devijuar nga e vërteta. Me pas, kur ata bien në rrjetat e tij dhe ndëshkimi bëhet i pakfyeshëm, ai distancohet dhe i braktis, duke i lënë të vetëm të vuajnë ndëshkimin dhe dëshpërimin. Ky është një paralajmërim shumë i fortë për të gjithë ata që i bindën shejtanit. Me të vërtetë, Allahu i lartësuar na i ka bërë të ditura qëllimet e poshtrat të mallkuarit. Gjithashtu, ai na e ka qartësuar plotësisht përfundimin e hedhur të atyre që i bindën dhe pasojnë hapat e tij. Në këtë mënyrë, ata që preferojnë të binden shejtanit të mallkuar, e bëjmë këtë me bindje vetdije të plot, prandaj nuk kanë justifikim para Allahut të lartësuar. O besimtar, duaj unë i Perëndis, dhe çdo njeri le të shikojë se çka përgatitur për të nisur mend, duke mos e kundërshtuar Perëndin, sepse ai di çdo gjë që punoni ju. O ju që keni besuar, jini të devotshëm ndaj Allahut dhe le të shikojë njeriu se çfarë ka përgatitur për nesër. Keni frikë Allahun. Nuk ka dyshim se Allahu di në detaje gjithçka që ju bëni. Allahu i lartësuar i urdhëron adhuruesit e tij besimtar që të kryejnë çdo punë që u dikton imani i tyre, si edhe për devotshmërinë ndaj tij, aptazi dhe fshehtazi në të gjitha gjendjet. Sipas këtij urdhri, ata duhet të përpiqen të realizojnë sa më mirë çdo porosit e Allahut. Ata duhet të jenë gjithmonë të kujdesshëm për të ruajtur të papërkura kufit e vendosura nga ai. Për këtë, ata duhet të kenë dituri të plotë për të drejtat e tyre, por edhe për përgjegjësitë që rëndojnë mbi ta. Gjithashtu, ata duhet të llogarisin vetveten vazhdimisht, duke mbajtur atë në mbikëqyrjet e rrept për të vëzhguar se çfarë të mirash dhe të keqjash kanë bërë. Qëllimi kryesor i tyre duhet të jetë kënaqja e Allahut dhe arritja e lumturisë në jetën e përjetshme. Nëse ata vendosin ahiretin në plan të parë, sigurisht që do të angazhohen maksimalisht për të bërë punë të mira dhe të mbara. Nëse e kujtojmë vazhdimisht qëndrimin para Allahut të lartësuar, do të ushtrohet dëshira dhe vullneti për të kryer vepra të mira dhe për të u larguar nga të keqja. Në këtë mënyrë, ata do të pastrojnë veprat e tyre dhe do të kapërcejnë çdo pengesë që i ndalon ose devijon nga qëllimi i lartë. Ky vullnet ushtrohet akoma më shumë nëse kujtojnë dhe bindën se Allahu i lartësuar është i ditur për gjithçka që ata punojnë. Allahut nuk i fshihet asgjë prej veprave të tyre, sado të imta dhe të fshehura qofshin ato. Ai kur nuk ka për t'i shpërfillur dhe nuk ka për t'i lënë pa i shpërblyer për punët e tyre. Ky ajet është një bazë e fuqishme që e ndihmon robën në vetkontroll dhe vetllogaritje. Adhuruesi duhet ta kontrollojë vazhdimisht veten në çdo mendim, fjalë apo punë që kryen. Nëse shikon mallësi dhe gabime, përpiqet seriozisht për t'u larguar prej tyre dhe për t'u penduar me sinqeritet. Ai i mbështetet e i kërkon ndihmë Zotit të tij, që ta plotësojë atur. Besimtari vazhdimisht krahason mirësitë që Allahu i lartësuar i ka dhuruar me mangësitë e tij. Kjo i ngjan në zemër atij turpin ndaj Allahut të madhruar, dhe mos u bëni si ata që duke i harruar urdhrat e Perëndis, ai Perëndia i ka shpi ata që të harrojnë edhe vetveten, ata janë mëkatarë të vërtetë. Mos u bëni si ata që e harruan Allahun e prandaj Allahu i bëri që të harrojnë vetveten. Ata janë të shfrenuarit. Me të vërtetë nuk ka fatkeqësi më të madhe se sa kur njeriu tregohet i pakujdesshëm ndaj këtyre porosive. Kush bën një gjë të tillë ju përngjan njerëzve që harrojnë Allahun e lartësuar, duke shpërfillur detyrimet ndaj tij. Ata nuk i japin hakun plotësimit të drejtave të Allahut të lartësuar, por angazhohen tërësisht për të plotësuar dëshirat e tyre pa fre. Sidoqoftë, me këto veprime, ata nuk arrin kur sukses. Përkundrazi, ato janë shkak që Allahu i madhruar t'i bëjë të harrojnë mirësitë për veten e tyre. Ashtu të rrëmushëm, ata kohëtën pas epshit e vet, duke humbur në këtë mënyrë qetësinë dhe lumturinë në të dyja jetët. Dështimi i tyre është i pariparueshëm dhe nuk mund të përshkruhet me fjalë. Këta janë të shfrenuarit, të cilët shkelin kufit e Zotit të tyre, duke mos i bindur atij. Nuk janë të barabartë banorët e xhehenemit dhe banorët e xhenetit, banorët e xhenetit do të jenë fitues. Nuk janë një lloj banorët e xhenetit me banorët e xhehenemit. Banorët e xhenetit janë të fituarit.
A janë një lloj ata që kujdesen për tu pajisur me devotshmëri ndaj Allahut dhe në mënyrë të vazhdueshme kontrollojnë dhe llogarisin veten për çfarë kanë përgatitur për të nesërmen me ata të mirë, të çoroditur dhe të humbur mes errësirave të ligësisë. Sigurisht jo. Të parët meritojnë xhenetin e mirësisë dhe jetën e lumtur në shoqërinë e profetëve, të sinqertëve, dëshmorëve dhe punëmirëve që Zoti begatoi me të mira. Ndërsa ata që nuk kujtojnë Allahun, ata që shpërfillin të drejtat e detyrimet ndaj tij, ata janë të dëshpëruar në dynja dhe meritojnë dëshkimin e ahiret. Banorët e xhenetit janë fituesit e çdo të mire dhe të shpëtuarit nga çdo e keqe, ndërsa banorët e zjarrit janë të humburit dhe të privuarit. Pas qartësimit të plotë të urdhave dhe ndalesave nga Allahu i lartësuar, është e detyrueshme që robërit të nxitojnë në zbatimin e tyre. Nëse robërit do t'i lexojnë ajetet kuranore me vëmendje dhe dëshirë për të mësuar të vërtetën dhe për t'i nështruar asaj, atyre do t'u zbutishin zemrat, edhe sikur të ishin të forta sa mal. Allahu i lartësuar thot: sikur këtë Kur'anit t'i shpallin ndonjë mali, ti do ta shije atë për ulur dhe të copëtuar nga frika e Perëndisë, të së shëmbushur për kujt të njerëzve që të mendojnë. Sikur ta zbrisnim këtë Kur'anin mbi ndonjë mal, do ta shije atë strukuret e qarë prej frikës nga Allahu. Kjo do të thotë që ndikimi i Kur'anit në zemra është shumë i fuqishëm. Urdhërat dhe ndalesat që ai përmban janë gjithë urtësi. Ato i ofrojnë robit çdo mirësi dhe e ruajnë nga çdo e keqe, në formën më të plotë dhe me rrugët më të thjeshta. Kurani e pushton lehtë zemrën. Në librin e Allahut nuk mund të gjesh asnjë kundërthënie, vështirësi apo teprim. Ligjet e tij mund të rregullojnë çështjet e krijesave në çdo kohë dhe vend. Madje janë të vetmet rregulluese. Çdo kush gjen veten e vet në këshillat e Kuranit dhe e ndjen se i drejtohen atij. Në vijim, Allahu i lartësuar na tregon se ai ka sjellë shembujin e Kuranit për t'u qartësuar adhuruesve të tij halallin, haramin dhe çdo çështje për të cilën kanë nevojë. Për këtë arsye, njerëzit duhet të meditojnë thellë rreth ajeteve të librit të Zotit. Këta janë shembuj që u shkoqisin njerëzve që ata të mendojnë. Padyshim, meditimi mbi ajetet kuranore i hap robit thesare diturje, i sharon atij të mirën dhe të keqen, e nxit atë drejt virtyteve më të larta dhe e shtyn që të largohet nga çdo vesh i keq. Nuk ka gjë më të dobishme për robin sesa thellimin e ajetet e Kuranit. Ai është Perëndia, që s'ka zot tjetër përveç tij. Ai di gjërat e dukshme dhe të padukshme, ai është mëshirues dhe përdlimtar. Ai është Allahu, veç të cilit nuk ka të adhuruar tjetër me merit. Këto ajete të mrekullueshme përmbajnë disa nga emrat e bukur dhe cilësitë e larta të Allahut, që nxisin robin për adhurim me devotshmëri. Prej tyre nxiren shumë mësime të mëdha. Kështu, i lartësuari na tregon se ai është Allahu, i dashuri, i adhuruari. Ai është i vetmi që meriton adhurimin. Askush tjetër nuk meriton të adhurohet bashkë me Allahun, sepse ai është i plot në madhështinë e tij, gjithëpërfshirës në bujarinë, pamërsinë dhe për kujdesin që tregon ndaj krijesave. Çdo gjë që adhurohet veç Allahut është e kotë dhe nuk meriton asnjë thërmi adhurimi, sepse çdo gjë veç tij është e varfër, e pafuqishme dhe e mangët. Çdo gjë tjetër, veç Allahut, nuk sotëron për veten apo për të tjerët asnjë lloj dobje dhe nuk mund të sjellë asnjë lloj dëmi. Pastaj i lartësuari e përshkruan veten e vet me detyrë absolute. Ai është njësi i të fshehtës dhe të dukshmës. Ai është i gjithëmshirshëm me mëshirëploti. Allahu është Alimul Gajbiu Shahadeh, i gjithëditur për çdo gjë, qoftë për ato që duken dhe krijesat i dëshmojnë, qoftë për ato gjërat që nuk i sheh dhe dëshmon askush tjetër veç tij. Allahu është gjithashtu i gjithëmshirshëm me mëshirëploti. Mëshira e tij ka përfshirë çdo gjallësë. Pastaj Allahu deklaron përsëri njohurinë e tij në meritën e adhurimit. Ai është Perëndia, që s'ka zot tjetër përveç tij, sundues, i amshueshëm, ai është i pastër nga tmetat, paqdashës, ai që jep siguri, ai që mbikëqyr të gjitha, i plotfuqishëm, imponues, madhështor. Qoftë falënderuar Perëndia, ai është shumë lart nga ato që ja përshkruajnë atij. Ai është Allahu, veç të cilit nuk ka të adhuruar tjetër me merit. Ai është sunduesi i përgjithshëm, i pastër nga çdo emet, shpëtimtari, siguruesi, mbikëqyrësi, gallimtari, mbizotëruesi, krenari. Allahu është i vetmi që meriton adhurimin me dashuri dhe përunjësi të plotë, sepse ai është El-Melik, sunduesi i përgjithshëm, pronari i gjithçkaje. Botasi përmendë e poshtme, me banorët e shpërndar mes tyre, të gjithë pa përjashtim, janë pronë dhe nën pushtetin e Allahut të lartësuar. Të gjithë janë të varfër, të nështruar dhe nevojtar ndaj tij. Allahu është El Kudus i pastër nga çdo emet dhe El Muqaddesu i pastërti dhe i lartësuari nga çdo cilësi e ulët. Allahu është Selam, shpëtimtari. Ai është El Muminu, siguruesi, ai që garantoi vërtetësinë e profetëve të tij dhe saktësinë e shpaljeve që ata sollën ndër njerëz prej tij. Ai e vërtetoi vërtetësinë dhe saktësinë e tyre me shenja të qarta, të prera dhe të pakundërshtueshme. Allahu është El Mu'minu, mbikëqyrësi. Ai është El Azizu, ngallimtari, krenari dhe i pamposhturi.
Ai nënshtron gjithçka me krenarinë e tij dhe askush nuk mund të përballet me ngallënimtarin. Të gjithë qëndrojmë kukulur dhe të frikësuar përpara Allahut. Allahu është El Xhebar, mbizotëruesi, sepse pushteti i tij madhështor ka nënshtruar dhe përfshir të gjitha krijesat. Askush dhe asgjë nuk mund të dalë jashtë pushtetit të tij. Ai, gjithashtu, i jep fuqi të pafuqishmit dhe i jep pasuritë e varfërit. Allahu është El Mutekebir, i madhruar i krenar. Atij i takon krenaria dhe madhështia. Por me gjithë krenarinë dhe madhështinë e tij, Allahu është i pastër nga të gjitha mangësitë dhe padrejtësitë, sepse ai është gjithmonë i drejtë. I lartësuar është Allahu nga çka i shoqërojmë. Allahu është i lartësuar dhe i pastër nga çdo emet që ja përshkruajnë idhujtarët dhe mohuesit e shpaljeve të tij. Ai është Perëndia, krijues, ai që prej asgjë e krijon, ai që çdo gjë ja jep formën, ai posedon emrat më të bukur, atë falenderojnë të gjithçka ekziston në qiell dhe në tokë, ai është i plotfuqishëm dhe i gjithdijshëm. Ai është Allahu, krijuesi, shpikësi, formësuesi. Allahu është krijuesi dhe shpikësi i të gjitha krijesave, pa asnjë shembull paraprirës. Ai çdo krijesë i dha formën e saj. Këta tre emra kanë lidhje me krijimin, përcaktimin dhe rregullimin e çështjeve të krijesave dhe janë cilësi vetëm të Allahut të lartësuar. Atij i takojnë emrat më të bukur. Allahu ka shumë emra, të cilët mund t'i di tërësisht vetë ai. Të gjithë emrat e tij janë të bukur dhe tregues të cilësive më të plota dhe absolute. Në emrat dhe cilësitë e tij nuk mund të gjesh asnjë lloj mangësie në çdo lloj aspekti dhe këndvështrimi. Për bukurinë e tyre tregon edhe fakti që Allahu i lartësuar i do këta emra, i do krijesat që i duan ata dhe kënaqet që adhuruesit e tij të drejtohen me lutje duke e thirrur me këta emra. Atë madhran çfarë ka në qiell në tokë. Allahu është i plot dhe absolut në të gjithë emrat, përshkrimet dhe cilësitë e tij të larta, dhe këtë tregon fakti që gjithçka në qiell dhe në tokë, në mënyrë të pandërprer të vazhdueshme, është e varur dhe nevojtare për të. Gjithçka në qiell dhe në tokë e falenderon dhe lavdëron Allahun, vetëm atij i drejtohen për nevojat e tyre dhe ai udhëron me bujarinë e tij. Ai është ngallënimtari i urtë. Gjithçka që dëshiron Allahu të ekzistojë, do të ekzistojë për shkak të një urtësie të madhe. Këtu përfundon tefsiri i surës Hashr. Vetëm Allahut i takon lavdërimi, falënderimi, bujaria dhe mirësia.